Kurti në Këshillin e Vetëvendosjes propozon kandidat partijak për president, thotë se po bën përpjekje që të mos shkohet në zgjedhje. Arrestohen 5 serbë në Syrigan të Skënderajt për krime lufte kundër civileve shqiptar. Nesër pritet të hiqen përfundimisht sanksionet të BE-s ndaj Kosovës, vendi do të përfitojë miliona euro ndihmë financiare. Trump paralajmëron Iranin se do të godas me një forcë që nuk është parë kurrë nëse Teherani hakmerret. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Kanë mbetur edhe 3 ditë deri në afatin kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri. Kryeministri Albin Kurti, njëherësh kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, ka thënë sot se nëse si subjekte politike nuk arrin të gjejnë një figurë unifikuese që siguron mbështetjen e të paktën 80 deputetëve, atëherë një nga opsionet e mbetura sipas tij është që secila parti të propozojë kandidatin e vet për president dhe të gjithë t'i nënshtrohen garës brenda kuvendit. Duke e folur për këtë çështje në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të partisë, Kurti ka thënë se profesor Murat Jashari, nga familja emblematike Jashari, do të ishte figura ideale për pozitën e presidentit. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm se vazhdon të kërkojë një kandidat konsensual për president. Këtë thot se ka kërkuar nga kryetarët e 2 partive opozitare, Bedri Hamza dhe Lumir Abdigjiku. Ai bëri të ditur se është i hapur edhe për kandidatura të propozuara nga secila parti. Pas takimit të dytë që pata me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamzën, më është kumtuar nga një qëndrim i kryesisë të tyre se ata tashmë konsiderojnë se presidenti nga java ardhshme duhet të vijë nga PDK-ja. Nisur nga ky qëndrim, unë mendoj se kandidati mund të vijë nga cili do subjekt, qoftë nga PDK-ja, nga LDK-ja apo Lëvizja Vetëvendosje. Por në fund, zgjedhjen për president nuk i garanton përkatësia partijake, por vota në kuvend. Nëse nuk arrin të gjejë një figurë unifikuese që siguron mbështetjen e së paku 80 deputetëve, atëherë një nga opsionet e mbetura është që secili subjekt të propozojë kandidatin e vet partijak dhe të gjithë të nënshtrohen garës brenda kuvendit. Derisa foli për zgjedhjen e çështjes së presidentit, për bindjen e Kurtit, profesori Murat Jashari, që vjen nga familja emblematike Jashari, do të ishte zgjedhja e duhur në momentin e duhur. Bindja ime ka qenë dhe vazhdon të mbetet se një figurë e profesor e personalitet si Murat Jashari do të gëzonte mbështetje gjithë partijake, do të ishte nder për Republikën, stabilitet për institucionin dhe siguri për kombin. Në kohë të vështira, ne gjithmonë, siç e dini të gjithë ju, kemi gjetur mbështetje dhe frymëzim te familja Jashari, ashtu siç gjetëm kohën e luftës në udhëheqjen e kryekomandantit Adem Jashari. Prandaj edhe sot zgjedhja e një figure si Murat Jashari do të ishte zgjedhja e duhur në momentin e duhur. Pra, ky do të ishte dhe vazhdon të mbetet rasti ideal. Kryeministri Kurti, njëherësh kryetar i VV-s, theksoi po ashtu se nëse subjektet pajtohen për garë të hapur, atëherë edhe partia e tij do ta ketë propozim kandidatin e vet. Kurti nënvizoi rëndësinë që vendi të mos i nënshtrohet edhe një procesi zgjedhor. Në këtë rrafsh, ai konfirmoi se nesër do ta takojë edhe kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiku, për të folur për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti, gjatë mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm, tha se të gjitha premtimet e fushatës do të shndrohen në program qeveritar. Po ashtu, Kurti paralajmëroi zgjedhjet e brendshme partijake që të kryhen deri në qershor. Në fjalimin e tij, Kurti theksoi se do të investojë 1 miliard euro në ushtri, 1 miliard euro në prodhim dhe 1 miliard në investime kapitale.
Një grupi intelektualeve kanë përgatitur një kërkes apel për kryeministrin Albin Kurti dhe liderët e partive parlamentare që të arrin kompromis për çështjen e presidentit dhe vendi asesit të mos shkoj në zgjedhje. Ata kanë bërë thirrje që të mos humbet kohë dhe brenda afateve kushtetuese të arrihet një zgjidhje për postin e presidentit dhe që vendi të jetë tutje në rrugëtimin evropian dhe shtetëndërtim. Derisa liderët politik po vazhdojnë diskutimet për çështjen e kreut të shtetit, Bashkimi Evropian pritet që nga nesër të formalizojë vendimin për heqjen e plotë të masave ndaj Kosovës. Sipas burimeve jo zyrtare nga Brukseli, procedurat në nivel të Komisionit Evropian janë përmbyllur dhe ka mbetur vetëm miratimin nga përfaqësuesit e shteteve anëtare. Heqjen e masave kishte paralajmëruar edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas një takimi me liderët e Ballkanit Perëndimor. Jo zyrtarisht mësohet se gjatë këtij muaji von der Leyen pritet ta vizitojë Kosovën. Ka pritje reale që në javën tjetër të vijë deri te heqja përfundimtare të gjitha masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Kështu paralajmërojnë jo zyrtarisht burime nga Brukseli, të cilat madje përmendin këtë të hënë si datë orientuese kur mund të merret vendimi përfundimtar. Siç merret vesh jo zyrtarisht, në nivel të Komisionit Evropian janë përfunduar të gjitha procedurat vendimmarrëse që i përkasin këtij institucioni. Ka mbetur vetëm mbajtja e takimit të përfaqësuesve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian të ngarkuar me çështjet e rajonit. Në këtë takim, i cili do duhej të mbahet të hënën, pritet të miratohet heqja e masave ndaj Kosovës. Masat janë vendosur në vitin 2023, ndërsa një vit më vonë ish shefi diplomacisë evropiane Josep Borrell rekomandoi heqjen e tyre, mirë po u deshën mbi 18 muaj që të formalizohet vendimi. Ndërkohë, mbi 400 milion euro asistence financiare evropiane u bllokuan që nga ai moment. Në fund të vitit 2025 u hoq gjysma e këtyre masave financiare, ndërsa tani mbetet të zhbllokohet edhe pjesa tjetër. Në kuadër të masave ndëshkuese ishte përfshirë edhe suspendimi i takimeve bilaterale të zyrtarëve evropian me përfaqësues të qeverisë së Kosovës, përpos rasteve kur organizoheshin takime me karakter rajonal. Ndryshe, Kosova është i vetmi vend të cilin Komesarja për zgjerim Marta Kos ende nuk e ka vizituar. Ajo planifikon të zhvillojë një vizitë në Kosovë gjatë këtij muaji. Plani ideal sipas zyrtarëve evropian do të ishte që ajo të shfrytëzojë këtë vizitë për të komunikuar lajmin për heqjen e masave. Një operacion të koduar Syrigana, policia e Kosovës në koordinim me prokurorinë speciale arrestoi 5 persona të dyshuar për krime lufte kundër civilëve shqiptar gjatë periudhës maj-qershor 98 në komunën e Skënderajt. Hetuesit siguruan prova materiale, dëshmi dhe identifikuan të dyshuarit për të cilët është përpiluar kallëzim penal. Operacioni u zhvillua në 6 lokacione, 5 në Skënderaj dhe 1 në Mitrovicën e Veriut, ku janë konfiskuar armë gjysmë automatike, pushk, karikator, fishek dhe uniformat të ish-ushtrisë jugoslave. Të dyshuarve ju caktua masa e ndalimit 48 orësh. Policia e Kosovës me urdhër të prokurorisë speciale ka realizuar operacionin policor të koduar Syrigana, që ka rezultuar me arrestimin e 5 personave të dyshuar për krime lufte kundër popullatës civile, lidhur me vrasjen e 6 civilëve shqiptar në fshatin Syrigan, komuna e Skënderajt, gjatë periudhës maj-qershor të vitit 1998. Sot policët hetues janë zhvilluar një aksion kundër disa personave në ndyshimin se këtë njerëzit kanë qenë mund të jenë kryes të vepra penale krime lufte. Këta persona dyshuan në periudhën kohore maj-qershor të vitit 1998, pikërisht bëhet fjalë në fshatin Syrigane të komunës së Skënderajt. Në rastin konkret, në bazë të informacionet të cilat i kemi nga kallëzimi penal dhe provave tjera të cilat janë siguruar në kallëzimin penal, se janë provat materiale dhe
proceset verbale të identifikimit figuron se të njëjtit mund të jenë kryes të veprës penale krime lufte ndaj 6 civilëve të nacionalitetit shqiptar. Prokuroria thot se rol në këtë hetim me dëshmi kanë pasur edhe banorët e fshatit. Viktimat, familjarët e këtyrëve kanë dhënë dëshmi. Edhe ne nuk kemi mujt me ndalu pa pas dëshmi prova bukur të mjaftueshme. Kështu që se kush ka dhënë emrat nuk mund të jap këtë fazë. Mirë po, besoj që nëse vjet e ngritja këtë akuzës ajo do të jetë publike dhe mund të përsëritet. Mirë po, viktimat edhe pse ndëgjuan janë policia, tha edhe një herë duhet të ndëgjojnë para meje. Gjatë këtij operacioni, të dyshuarve u janë gjetur edhe uniforma të ndryshme ushtarake të ish ushtrisë jugoslave. Me vendim të prokurorit të arrestuarve, u është lëshuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Pas më shumë se 5 vjetësh, procesi gjyqësor në Hagë ndaj ish-krerëve të ushtrisë qëllirimtare të Kosovës po i afrohet fundit. Reagime të shumta kanë pasur fjalët përmbyllëse të palëve, ndërsa avokatët vlerësojnë se dëshmitë ndërkombëtare janë kyçe për vendimin final. Procesi gjyqësor ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakub Krasniqit, i cili zgjati mbi 5 vjet, tashmë po i vjen fundi. Shumë reagime nga vendi e jashtë u bën gjatë fjalëve përmbyllëse të prokurorisë, mbrojtjes e 4 të akuzuarve. Një nga më të zëshmit ishte diplomati britanik John Stewart Dunchan, i cili në postimet e tij kërkoi që dëshmitë e dëshmitarëve ndërkombëtar duhet të kenë peshë të madhe dhe se përshkrimi i situatës në terren nga prokuroria, sipas tij, nuk pasqyron plotësisht realitetin. Avokatët i kanë quajtur të një peshe të veçantë dëshmitë e ndërkombëtarëve, për çka edhe presin epilog pozitiv. Në rast se vendimi do të jetë i bazuar ekskluzivisht në prova dhe fakte të cilat i kemi parë, atëherë unë jam optimist që vendimi vetëm dhe epilog reali i këtij procesi do të jetë pafajësia 4 SSU-s, sepse prokuroria nuk ka arritur me argumentu tezat përkatësisht pikpamjet e saj në lidhje me çështjen për cilën e ka ngritur. Avokati Skënder Musa konsideron se lufta e UÇK-s është legalizuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Të ka pas parasysh që pavarësia varë si derivat i luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, ajo gjykata ka legalizuar dhe luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe nuk ka drejt asnjë gjykatë, asnjë prokuri që ta kontestoj ligjshmërinë e një lufte shqiptare kundër një okupuesi. Secili popull, sado i vogël që është, ka të drejtë të luftojë për drejtat e tij dhe normalisht krijojë edhe shtet. Sa u përket protestave me kërkesën për drejtësi ndaj gjykatës speciale, avokatët thonë se ato janë karakterizuar nga pjesëmarrja aktive e qytetarëve dhe sipas tyre, kërkesat janë të jetë legjitime për të pasur drejtësi për këtë proces të stërgjatur, edhe me peshë jashtëzakonisht të madhe për vendin. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës, Glau Konjufca, ka kritikuar ashpër sulmet të regjimit iranian ndaj bazave ushtarake amerikane dhe vendeve partnere në lindjen e mesme. Përmes një postimi në platformen X, ai ka dënuar sulmet e fundit që kanë prekur zona civile, përfshirë Jerusalemin, ku kanë humbur jetën të paktën 9 persona, si dhe objektet komerciale dhe rezidenciale në Emiratet e Bashkuara Arabe. Sipas Konjufcës, këto veprime përbëjnë një kërcënim serioz për jetët e papajshme dhe stabilitetin rajonal. Kosova qëndron fuqishëm pranë aleatëve tanë amerikan dhe partnerëve tanë në rajon kundër veprimeve që rrezikojnë paqen, sigurinë dhe stabilitetin ndërkombëtar, ka shtuar ai. E vendi i cili ka mbajtur dhe vazhdon të mbajë raporte me Iranin është Serbia dhe presidenti i saj Vučić. Madje ky fundit ka reaguar edhe ndaj sulmeve të SBA-s së Izraelit ndaj Iranit. Por Vučić në të ardhmen e afërt mund të ballafaqohet me presion amerikan për përmirësimin e raporteve dhe njohjen e Kosovës. Sipas Zoran Vuletić, nga Forumi Demokratik Qytetar, qëndrimi i SBA-s është i qartë. Normalizimi i raporteve me Kosovën mbetet kusht për rrugën evropiane të Serbisë. Gjatë vizitës së ministrit të jashtëm të Serbisë Marko Đurić në Washington, u ngrit çështja nëse Serbisë i është kërkuar të njohë Kosovën. Disa analistë pretenduan se atij i është ofruar një marrëveshje e fshehtë që ka nxiti reagime në Beograd.
Ja mislim da Amerika e ka njohur prej kohësh pavarësinë e Kosovës, kur ministri serb dhe ai amerikan bisedojnë, pika e nisjes së Washingtonit është se Kosova është shtet i pavarur. Nuk ka asnjë iniciativë të fshehtë, thot Zoran Vuletić nga Forumi Demokratik Qytetar. Ai rikujton se perëndimi ka theksuar vazhdimisht se përfundimi i dialogut me Kosovën është kusht për përparimin e Serbisë drejt BE-s. Si shembull përmend deklaratën e ish kancelarit gjerman Olaf Scholz në Beograd disa vite më parë se njohja e Kosovës është kusht për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Sipas Vuletićit, qëndrimi ndërkombëtar ka qenë prej kohësh i qartë. Normalizimi është parakusht për rrugën evropiane të Serbisë. iz tog razloga zato što Serbia prej kohësh po e zvarit përfundimin e këtyre bisedimeve dhe të gjithë po i vuajmë pasojat, duke qenë se Serbia gjendet shumë gjas në një vit para zgjedhor, nevojitet një qasje serioze ndaj planit franko-gjerman, marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrid, të cilat tashmë po zbatohen në terren në Kosovë, thot Vuletić. Ai thekson se kjo çështje nuk duhet trajtuar si tradhti. Sipas Vuletićit, është i domosdoshëm një debat i hapur me qytetarët, veçanërisht me serbet në Kosovë, pasi përfundimi i procesit të normalizimit është i pashmangshëm, sepse është pasojë e politikave të viteve 90-ta ndaj rajonit dhe shqiptarëve. Në kuadër të fazës përmbyllës të transformimit 10 vjeçar, Forca e Sigurisë së Kosovës ka hapur konkurs për 320 ushtarë të rinj të moshës 18 deri 25 vjeç, që mund të aplikojnë nga 2 deri me 27 mars. Sipas ekspertëve të sigurisë, zgjerimi i radhëve të personelit përfaqëson një investim të drejtë për drejtë në të ardhmen e mbrojtjes së vendit, duke forcuar kapacitetet njerëzore dhe teknike dhe duke avancuar profesionalizmin e FSK-s drejt statusit të një ushtrie të mirëfillt. Për gjatë vitit 2028, Forca e Sigurisë pritet ta përmbyll fazën e transformimit 10 vjeçar, kohë që ushtrisë mbetet të vazhdojë forcimin e kapaciteteve ushtarake, pajisje me armatim modern e ngritja e numrit të trupave të FSK-s. Në kuadër të kësaj faze vendimtare, rritja dhe forcimi i kapaciteteve njerëzore dhe teknike bëhet prioritet strategjik. Hapja konkursit për ushtarë të rinj në këtë rast nuk është vetëm një thirrje për rekrutim, por një ftesë për angazhim, përgjegjësi dhe shërbim ndaj dheut. Ndaj 320 konkurrent kanë mundësi të bashkangjiten për shërbim ushtrisë së Kosovës dhe këtë mund ta bëjnë personat nga mosha 18 deri në 25 vjeç, prej datës 2 deri në 27 mars. Forca jote sot, siguria e vendit për gjithmonë. Si do e vete, apliko tani. Ky zgjerim i radhëve të personelit të FSK-s sipas njohësve të çështjeve të sigurisë përfaqëson investim të drejtë për drejtë në të ardhmen e mbrojtjes së vendit, duke përmbushur në mënyrë aktive obligimet e saj, sipas konceptit të tranzicionit dhe duke bërë hapa të qëndrueshëm drejt forcimit të kapaciteteve ushtarake. Çdo konkurs që hapet për ushtar, ose për oficer, ose për pozita ndryshme, vetëm e vetëm është për të plotësuar ai kapaciteti përfundimtar, për të treguar vendoshmëri dhe profesionalizëm të madh që kjo forcë po shndrohet në një ushtri të mirëfillt dhe kjo është ai hapi më pozitiv që i ka ndodhur Republikës Kosovës. Vetë forcat e sigurisë së Kosovës janë duke treguar kapacitete dhe aftësi të ndryshme në çdo pjesëmarrje që po e tregojnë në vende të ndryshme të botës, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera amike. Dhe tregon që vetë investimi dhe periudha 10 vjeçare nga 2018 në 2028 pritet të përmbyllen në formën më të mirë. Të dhënat e Ministrisë së Mbrojtjes për gjendjen aktuale të personelit tregon se komponenti aktiv është afër përmbushjes së kapaciteteve të planifikuara, me 4469 ushtarë aktiv nga 5000 sa parashihet deri në fazën përmbyllëse, e që përbëjnë 89.5% të objektivit strategjik. Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka përmbyllur vizitën në Washington me takimin e Departamentin e Energjisë dhe atë të shtetit, ku ka diskutuar për bashkëpunimin ekonomik mes dy vendeve dhe mundësitë për ta thelluar atë veçanërisht në fushën e gazifikimit të thëngjillit dhe sektorin minerar. Ministrja Rizvanolli shprehu përkrajen për punën që Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës po bën për të ndihmuar pavarësimin e Evropës nga gazi rus,
dhe theksoi se megjithse Kosova nuk ka infrastrukturë të gazit, edhe vendi ynë ndikohet nga zhvillimet në rajon e Evropë përmes ndikimit në çmimet të importit. Prandaj, siguria energjetike e secilit shtet evropian do të thotë më shumë siguri edhe për Kosovën, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Ekonomisë. Me moton këtu spasqyrohet barazia, shoqata Hëndikos ka shënuar ditën ndërkombëtare të përdoruesve të karrocës. Drejtori i shoqatës Afrim Maliqi tha se infrastruktura për këtë kategori të njerëzve nuk është në nivelin e duhur. Vetëm këtu dhe për pak kohë ndjehen të barabartë në sheshet e kryeqytetit personat që përdorin karroca. Ata tregojnë se sa i vështirë është qarkullimi për ta në për rrugë institucione të ndryshme. Kena dalë, domethënë sot në shesh, si lloj proteste ose s'po di ç'më thujt për jo barazin që na u bëhet neve dhe për diskriminimin që na u bëhet neve, domethënë na e kena shumë vështirë çasjen në rrugë, domethënë çasjen gjithë përfshirje. Për vështirësitë e qarkullimit të personave të kësaj kategorie flasin edhe familjar. Konsiderojmë se ende nuk ka barazi në lëvizje, në qasje, sepse përdoruesit e karrocës ka nevojë për infrastrukturë të duhur, e cila mundson qasjen, përfshirje në jetën publike politike, në jetën e përditshme. E drejtori Hëndikosit tha se për mbi 5.000 persona që përdorin karroca nuk ka barazi. Tu jemi në shesh, kemi lokale, kemi objekte, kemi hapësira, përpos këtij sheshi që mund të lëvizim sikurse të tjerët. Për ndryshe nëse dojmë të him në shumë lokale, në shumë institucione, nuk ka qasje dhe lirisht themi se nuk ka barazi. Hëndikos ka vendosur edhe një instalacion në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë me moton këtu spasqyrohet barazia. Vazhdojmë edicionin me temat e tjera që trajtojnë problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët. Përveç trafikut dhe projektet të tjera kapitale në kryeqytet, po shihen si shumë të rëndësishme për përmirësimin e jetesës së qytetarëve. Kuvendi Komunal i Prishtinës ka miratuar buxhetin e vlerë prej 151 milion eurosh. Sipas njësve të qeverisjes lokale, fakti që ato janë në buxhet nuk do të thotë që automatikisht edhe do të realizohen. Nga vetëvendosja në Prishtinë thonë se qytetarët nuk duhet të kenë pritje të mëdha nga ky buxhet. Nga ekzekutivi komunal përmendin projektet që janë prioritet e që do të ndikojnë në jetën e qytetarëve. Javë më parë, Kuvendi Komunal i Prishtinës miratoi buxhetin për vitin 2026 në vlerë për 151 milion eurosh. Njës të qeverisjes lokale thonë se pavarësisht ndarjes së buxhetit, realizimi i projekteve varet nga shumë faktorë. Procedurat e tezë gjatura të prokurimit, ankesa në tender, problemet teknike rreth tenderit, çështje shpërndësimit dhe kapaciteti i administratës për të menaxhuar kontratat. Nëse këto sfida nuk menaxhohen mirë, projektet bënohen ose barten në vitin tjetër siç ndodh në shumicën e herave. E nga vetëvendosja në Prishtinë thonë se qytetarët nuk duhet të kenë pritje të mëdha pasi sipas tyre ka projekte jetike të cilat ose janë parapar me shuma minimale ose nuk janë parapar fare. Janë ndarë buxhetet mëdha për projekte të cilat kanë ndalesa nga gjyqësori, vrejtje nga ministritë të ndryshme dhe kryesisht janë me probleme o të natyrës ligjore o procedurale e për cilat kanë ndarë buxhet jashtëzakonisht të madh Komuna Prishtinës. Këto tregojnë se edhe realizimi i këtij buxheti në fund do të jetë negativ. Lidhja e Arberis me Pallatin e Rinisë në kalimi Agim Ramadani e sheshi Gjergj Bush po shihen nga ekzekutivi Komunës së Prishtinës të domosdoshme për të realizuar. Gjitha këto projekte gjenden në onazët e brendshme të qytetit dhe mundësojnë gjithashtu këtë të lëvi me trafik që kemi gjithandej, apo që secili prej nesh në disa momente caktuara dhe edhe na bezdis shumë gjatë ditëve të ngarkuara me punë. Unë mendoj që janë projekte të domosdoshme për të cilat duhen me u kry brenda këtij viti. Kuvendi i Kosovës ditë më parë ka miratuar rekomandimin që buxheti për Prishtinën të përfshihet në planifikimin buxhetor të këtij viti. Shkojmë tani në Prizren, atje ujrat atmosferik po shkaktojnë të lashe në lagjen Dardania.
Ka kohë, banorët dhe nxënësit e qendrës së kompetencës duhet të kapërcejnë në rrugë me ujë për të shkuar në shkollë. Deri me tani janë sanuar vetëm problemet sipërfaqësore, pa eliminuar rrjedhjen e ujrave për të cilat banorët tonë se zbresin nga mali. Ujrat që përshkojnë rrugën në lagjen Dardania në Prizren, pos dëmtimit të infrastrukturës rrugore, janë duke shkaktuar të lashe tek nxënësit e shkollës kompetenca dhe banorëve të kësaj zone. Shpesh herë përkërstitin cevat e ujit, normal pe krynë usjellë si atë punën e vetë, po apet i njëjti problemo që shtut edhe nalt, domethënë me shku, kanë problem, që shtut njëjtë është. Edhe dimrit kur po bjerë këtë është ngric. S'muj mund gjit, domethënë deri nalt, duhet milion komat pak më poshtë për me vazhdu nalt me shku. Kjo gjendje mbetet problem në çdo stinë dhe pse vitin e kaluar komuna intervenoi në sanimin e saj, ndërkohë që rruga përshkohet vazhdimisht nga shkollarët. Janë sanu vetëm kockat, të cilët kanë qenë televizura nga vendi dhe është mbushur me zhavorë, ndërsa rrjedha e ujit nuk është ndalë. Momentin që kemi të rreshur ose shkrirje të akullit, kemi prapë rrjedhë të ujit në përgjithë asfaltin rrugës nga kthesa dhe të poshtë. Sipas zyrtarëve të Hidroregionit Jugor, pas inspektimit në teren është konstatuar se uji që rrjedh nuk vjen nga ujësjellsi, ndërkohë që Drejtoria e Shërbimeve Publike pritet të intervenojë brenda javës. Kemi konstatuar se aty duhet të intervenohet më njëherë dhe kemi dhënë operatorit urdhëresën dhe brenda 2 ditë fillojnë punimet që të eliminohet ajo dalja e ujit në atë rrugë. Po momentin që del në teren operatori dhe eliminon fillimisht daljen e ujit dhe më njëherë do të fillojmë që edhe kubzat të faktikisht të rregullohen ato dëmtime ku janë bënë atë pjesë të rrugës. Gjendja në këtë rrugë përkeqësohet sidomos në mod të keq ku rreshjet janë të pandërprera. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim.